Gati. Atëherë përshëndetje. Jam këtu për t'i shprehur ngushëllimet më të ndjera familjes së efektivit vrarë, vetëm 34 vjeçar, Enea Mekolli. Njëti ngushëllim shkon edhe për çdo efektiv të drejtorisë vendore policisë Korç, kolegëve të Eneas. Jam këtu gjithashtu për t'u shprehur atyre për krahën mbështetjen time si ministër i punëve të brendshme në këto momente shumë vështira për ta. Gjithashtu, pasi vizitova edhe kolegun e tij Edisonin në spitalin e traumës, u sigurova nga stafi mjekësor se kanë gjithë vëmendjen maksimale dhe mbështetjen maksimale për ta trajtuar në mënyrë më specializuar të mundshme dhe sigurisht këto momente janë të rëndësishme që ne jemi pranë familjarëve, të tyre, si të Enea, si të Edisonit, për të shprehur atyre mbështetjen tonë. Dhe me kaq unë dua t'i kaloj fjalën drejtorit përgjithshëm për një komunikat që kam me ju. Si që një bërë me di dhe më përpara në komunikimet që kemi pasur me ju, sot ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë në zonën e Malit Bode, në bashkinë Maliq, ku gjatë një operacioni policor humbi jetën në krye të detyrës një punonjës policie, një punonjës policie i dalluar, shëmbullor dhe mbeti i plagosur, po gjithashtu një punonjës policie nga sulmi me armë i një personi në kërkim me rrezikshmëri shoqërore. Jam këtu për të ndarë dhimbjen me familjarët e punonjësit shëmbullor Enea Mekolli, i cili heroikisht humbi jetën dhe për t'i shprehur familjes së inspektor Edison Artit që mbeti i plagosur gjatë operacionit mbështetjen time dhe të policisë së shtetit për shërimin e tij më të shpejtë. Mëngjesin e sotëm, Drejtoria Vendore e Policisë Korç, bazuar në informacionet e siguruara për vendodhjen e një shtetasi të kërkuar me rrezikshmëri të lartë, kanë shkuar në zonën e Lozhanit për kapjen e këtij personi. Rreth orës 7:30 të mëngjesit, shërbimet e policisë kanë bërritur në vendin ku qëndronte dhe strehoi ky person, në stanin e tij, ku ky person, Vilodan Braçellari, 43 vjeç, i dënuar në vitin 2017 me 9 vjet, 11 muaj e 7 ditë burgim nga gjykata e Korçës për veprën penale prodhimi e shitja e narkotikëve, ndërsa në vitin 2011 i ishte caktuar masa e sigurisë arrest në burg për veprën penale kultivimi i bimëve narkotike. Shërbimet e policisë i kanë bërë thirrje të kërkuarit të dilte dhe të dorëzojë, por ai nuk i është bindur thirrjes së policisë dhe ka hapur zjarr në mënyrë të menjëhershme në drejtim të punonjësve të policisë. Si pasojë e këtij zjarri ka humbur jetën punonjësi i policisë Enea Mekolli, 34 vjeç, dhe ka mbetur i plagosur punonjësi tjetër, inspektor Edison Adri, 36 vjeç, të dy punonjës të forcës speciale Shqiponja në drejtorinë Korç. Për të neutralizuar sulmin e të kërkuarit, shërbimet e policisë janë kundërpërgjigjur me armë zjarri sulmit dhe si pasojë shkëmbimit të zjarrit, ka mbetur i plagosur dhe i kërkuari Vilodan Braçellari, i cili më pas është arrestuar. Për kapjen e shtetasit Vilodan Braçellari, gjatë viteve të fundit ishin organizuar disa operacione policie nga Drejtoria Vendore e Policisë Korç me përfshirjen dhe të forcave speciale, por nuk ishte mundur realizimi i kapjes së tij. Në lidhje me këtë ngjarje shumë të rëndë, kam urdhëruar Drejtorinë e Standardeve Profesionale në Drejtorinë e Përgjithshme për të nisur një hetim mbi zbatimin e procedurave standarde për punën që është kryer për kapjen e këtij shtetasi në kërkim dhe pse Drejtoria Vendore e Policisë Korç nuk ka kërkuar ndihmë nga forcat speciale si Renea, ashtu dhe forcat kombëtare të sigurisë. Ndërkohë, grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë dhe në bashkëpunim me Agjencinë e Mikëqyrjes Policore po vjon punën për dokumentimin e plot ligjor të kësaj ngjarje shumë të rëndë ku humbi jetën punonjësi i policisë dhe një tjetër u plagos. I shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes kolegut ton Enea Mekolli dhe i uroj shërim sa më të shpejt kolegu tjetër Edison Adri. Akti heroik i sotëm përbën motivin më të lartë për punonjësin e policisë, për të vijuar të palëkundur misionin ton, si dhe përbën apelin më të fortë për qytetarët për t'i mbështetur dhe vlerësuar më shumë punonjësit e policisë, sepse janë ata që për sigurinë e qytetarëve janë të gatshëm të sakrifikojnë gjithçka, edhe më të shtrenjtën dhe më sublimin, jetën e tyre. Ndërsa ata që guxojnë të sulmojnë punonjësit e policisë, mesazhi vetëm është përgjigja e merituar sipas ligjit.
I garantoj qytetarët se asnjë ngjarje sado e rënde me pasoja, qoftë dhe për jetën e pjesëtarëve në radhët tona, nuk do ta përkul kurrë uniformën e policisë së shtetit. Gjaku i ENEA-s, gjaku i dëshmorëve të policisë nuk do të harrohet kurrë. Ju faleminderit edhe nëse keni pyetje. Zotita, ju ishte në djeni që do të bëjë ky operacion dhe a mundet që të kishit çuar jo forcat Renea, sepse është ere disat që Renea futet për të kapur këtë person, duke qenë se është me rrezikshmëri dhe mund të ishte shmangur edhe tragjedia e sotme. Faleminderit për pyetje. Në momentin që është zhvilluar operacioni, nuk kam pas djeni si drejtori i përgjithshëm. Ky operacion është zhvilluar nga Drejtoria Vendore e Policisë Korçë dhe masat për realizimin e këtij operacioni janë masa operacionale që i përkasin vetëm Drejtorisë Policisë Korçë. Qofse do ishte kërkuar jo mendimi, por shqyrtimi gjithë rastit, shqyrtimi gjithë informacioneve, patjetër që do ishin marrë ndoshta masa më të forte. Zoti Ministër, sa forca kanë qenë në pranishmit të operacionit, të përparasit shkonin në operacion, a ishin marrë masat e duhura nga ana e Drejtorisë Vendore të Policisë të Korçës dhe a ka patur efektiv të specializuar për operacion të këtij niveli? Punojësit e policisë të gjithë janë të trajnuar, të shkolluar sipas ligjeve dhe funksioneve që kemi si policia e shtetit, edhe në këtë rast kanë qenë shërbimet më të specializuara të Drejtorisë Vendore, të cilat janë shërbimet shqiponja dhe shërbimet e tjera mbështetëse që ka Komisariati dhe Drejtoria Vendore. Pra, në gjykimin e drejtuesve të Drejtorisë Vendore Policisë Korçë, këto kanë qenë strukturat që duhet të kryenin këtë operacion dhe të dilnin faqebartë. Konkretisht sa forca? Sa forca kanë qenë? Kanë qenë 40 forca policie në këtë operacion. Të gjithë kanë qenë me jelek antiplumb të veshur, sipas kushteve që duhet të ketë një operacion i tillë, por arma Kalashnikov që ka përdorur autori e ka çarë tepërtej dhe antiplumbi. Kjo do të thotë mbase që duhet fillojmë të ndryshojmë edhe antiplumbët, drejtor, sepse një familje, 2 djemë që kishte, tani më i kanë vetë. Normalisht këto janë mjetet speciale që ka dhe siguron policia, patjetër që duhet bërë më mira në këtë drejtim, ku dhe masat tona për të mbajtur në rastin konkret një armë të fortë luftarake siç është Kalashnikovi, duhet që të ketë përgjigje me të njëjtat antiplumb. Drejtoria Vendore e Korçës a kishte informacion për sasi armësh mbante autori në zonë, a kishte studiuar mirë profilin e personit të shumë kërkuar në rast ku edhe Renea nuk ka mundur do ta kap dhe ka shkuar pa marrë dhe i le parti nga ju? Siç e thash edhe më lart, kjo është një vlerësim që i ka bërë vetë Drejtoria Vendore e Policisë Korçë këtij informacioni, e cila ka vendosur të operonte dhe të vepronte në këtë mënyrë. Drejtor, ka edhe persona të tjerë të shpallur në kërkim me rrezikshmëri shumë të lartë në lindje. Është mbase alarmi për policinë e Korçës për të vepruar? Patjetër që gjithë persona në kërkim edhe si ky rast, pavarësisht se personi strehoi në një zonë të thellë malore dhe në një zonë të thellë ku s'kishte banor tjerë, ka bërë të mundur që ne të operonim ose Drejtoria Korçë të operonte në këtë pjesë të mjedisit kaq të largët dhe kjo do të thotë që edhe gjithë personat e tjerë që janë kërkim do marrin të njëjtën përgjigje. Ka një vlerësim paraprak të situatës, a do ketë masa në drejtuesve të policisë Korçës? Ka filluar hetimi disiplinor, siç e bëra me dije, njëkohësisht edhe hetimet e prokurisë. Tu presim rezultatet e tyre dhe do vendosim. Zoti drejtor, burime bëjmë dije se përpara se shkojnë forcat edhe të kualifikuara speciale, siç thatë edhe ju, është bërë një instruktazh me të gjitha forcat që do të ishin pjesë e këtij aksioni. E konfirmoni gjë të tillë? Patjetër që është bërë instruktazhi, se kjo është përditshmëri dhe procedurë punësore. Çfarë do të bëni tani për familjarët e të ndjerit? Si do t'i mbështesni dhe si do t'i motivoni policët e tjerë që të vazhdojnë punën e tyre? Kjo është një humbje shumë e thellë jo vetëm për familjen, por edhe për ne personalisht dhe për gjithë policinë e shtetit. Ne duhet gjejmë kurajon, forcën, të gjithë bashkë që të ngrihemi mbi detyrën tonë, të gjejmë forcat për të përballuar këto situata dhe situata tjera në zbatim të rendit dhe sigurisë publike. Gjithashtu, për familjarët e dëshmorit tashmë, në këtë akt heroik, ne po bëjmë gjithë procedurat që ai të përfitojë statusin e dëshmorit, pasi edhe procedura do kohën e vet, dhe për të bërë më të mirën dhe t'i gjendemi pranë familjes tij, njerëzve t'i dashur, por gjithashtu dhe gjithë kolegëve tjerë. Ju faleminderit. Faleminderit.